Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala arshafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun e falenderojmë, selamat dhe salavatet qofshin për me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndoshta jemi duke folur në lidhje me lutjet kuranore, të cilat Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an, dhe në vargun e këtyre lutjeve janë disa prej lutjeve të cilat Allahu i lartësuar i përmend në surën Al Imran. Allahu i lartësuar përmend një lutje të devotshmeve, atyre të cilët e kanë trashëguar xhenetin, dhe thot Allahu i lartësuar: Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. O Zoti jon, ne me të vërtetë kemi besu në ty, dhe në atë çfarë na ke shpallur, dhe në atë çfarë na ke urdhëruar dhe na ke ndaluar. Pra o Zoti jon, ne kena besu, faghfir lana dhunubana, na i fal gjunahet, wa qina adhaban nar, dhe na mbroj nga zjarri, na ruaj nga zjarri. Po ashtu, nëse e vrejmë surën Al Imran, vrejet në shumë vende që Allahu i lartësuar i ka përmendur lutjet me falje të gjunaheve. Kështu e shohim si shpërblim për ata të cilët e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu i lartësuar në Kur'an: Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Allahu i sfidon besimtarët dhe i thot që t'i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që t'i thot njerëzve: nëse ju pretendoni që e doni Allahun, atëherë pasoni mua, yuhibbukumullah, si pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e merrni si fitore, si shpërblim, që Allahu më ju dasht, wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe Allahu i lartësuar më ju fal juve gjunahet, wallahu ghafurur rahim. Allahu është gjithfalës dhe mëshirues. Gjithashtu, në përshkrim të besimtarëve të cilët e trashëgojnë xhenetin, që gjërësia e të cilit është sa mes qiejve dhe të tokës, Allahu i lartësuar thot: walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah. Ata të cilët nëse bëjnë ndonjë gjuna, ndonjë gabim, apo i bëjnë zullum vetvetes së tyre, dhakarullah, e kujtojnë Zotin, fastaghfiru li dhunubihim, kërkojnë falje për gjunahet e tyre, wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah, e kush i fal gjunahet tjetër përveç Allahut, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dhe nuk këmbgulin në gjunahe, nuk këmbgulin në veprimin e gjunaheve, dhe ata janë duke e ditur për to. Po ashtu Allahu i lartësuar përmend duke i përshkruar ato cilësitë e besimtarëve në lidhje me betejën e Uhudit, duke i treguar besimtarët të cilët kanë qenë më përpara, që kanë luftuar me profetët e tyre kundër armiqve, dhe Allahu i lartësuar thot: wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana. Nuk ka qenë fjala e tyre diçka tjetër përveç se: o Zoti jon, fal na gjunahet tona, wa israfana, dhe teprimin ton, fi amrina, teprimin ton në çështjen tonë, wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin, dhe forcona këmbët tona dhe na jep fitore ndaj popullit jo besimtar. Gjithashtu Allahu i lartësuar e përmend si cilësi e njerëzve të zgjuar, njerëzve që janë mendar. Allahu i lartësuar përmend në fund të surës Al Imran, be thënien e tyre: Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. O Zoti jon, përsëri, pra të gjitha këto lutje i shohim që janë hapur me fjalën me emrin e Allahut Ar-Rabb. O Zoti jon, drejtuesi jon, krijuesi jon, furnizësi jon, mbikëqyrësi jon. Të gjitha këto kuptime, edukuesi jon, rrjedhin në lidhje me emrin Ar-Rabb, për të cilën thot Ibn Taymija, çdo gjë e mirë çfarë ka robi rrjedh prej emrit të Allahut të lartësuar Ar-Rabb. Në këtë lutje, të cilën Allahu i lartësuar përmend, thot: Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. O Zoti jon, ne kemi dëgjuar një thirrës, një pejgamber, një profet, një të dërguar, që të besojmë, që ka ftu me besu, me ftu drejt imanit, bi rabbikum fa amanna, drejt imanit në Zotin e juaj, që mi besu Zotin e juaj, dhe ne kena besu. Rabbana faghfir lana dhunubana, o Zoti jon, fal na gjunahet tona, wa kaffir anna sayyiatina, dhe mbulana lëshimet tona, teprimet tona, mëkatet tona, wa tawaffana ma'al abrar, dhe na bëj që të vdesim me të devotshmit. Gjitha këto pasazhe, gjitha këto paragrafe, gjitha këto lutje, ajete të cilat janë përmendur në surën Al Imran, kanë bëjnë domethënë me faljen e gjunaheve. Dhe nëse shohim këtë lutjen e fundit ku besimtarët i drejtohen Allahut të lartësuar me fjalën Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, kjo është një lloj i afrimit tek Allahu i lartësuar, një lloj i kërkimit që Allahu i lartësuar më u pranu lutjet përmes imanit.
përmes imanit. Dhe tham që besimtari e ka të lejuar të afrohet dhe të kërkoj afrim tek Allahu i lartësuar, që Allahu i lartësuar ti përgjigjet në lutjet e tyre përmes imanit, përmes besimit në to dhe përmes veprave të mira që i kanë bo. Dhe kjo jo si mburrje për ato vepra që i ki bo, po ne kena bo shumë vepra, andaj pranon edhe këtë dua, mirë po kjo është si shfaqje e robërisë dhe nevojës së madhe ndaj Allahut të lartësuar, që Allahu i lartësuar qysh ka jap sukses me i bo ato vepra, qysh ka jap sukses o Zot, qysh na ka jap sukses me i bo këto vepra, qysh na ka jap sukses me të përgjigjë dhe me besu Allahut dhe me besu pejgamberit tënd, përgjigjen edhe në lutje tjera. Paka shumë ky është ai kuptimi për të cilin Allahu i lartësuar na mëson se si ta thrasim. Dhe në këtë ajet e kena mënyrën se si mi thirr ose si më kërku afrimin tek Allahu i lartësuar përmes imanit, duke e shprehë që na kena besuar në ty o Zot, atëherë falna gjunahet tona, mbulona leve lëshimet tona, mëkatet tona dhe na bëj të vdesim me të devotshmit, se kjo është ajo fitoria më madhështore. Ndërsa si vepër e kemi rastin atyre 3 personave të cilët e kena përmendur që janë ju ka mbyll shpella dhe kanë kërku që Allah i lartësuar më u pranu lutjen, më u larguat gurit të madh nga shpella, që të tret i kanë përmendur 3 vepra të tyre të mira, të cilët kanë qenë ose kanë shpresuar që këto janë konë më mas shumë të sinqeritet që i kanë bo ndaj Allahut të lartësuar, andaj edhe Allahu i lartësuar ja u ka pranu lutjet e tyre. Gjithashtu e shohim që kur besimtari e lut Allahun e lartësuar dhe shkon nga dera e besimit të tij në Allahun e lartësuar, nga dera e uluhijes që vetëm ata adhurojnë dhe jo dikon tjetër, e shohim që këta e ka përfshi edhe emri i madh i Allahut të lartësuar, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë e ka lutur Allahun me një lutje që kush e lut përmes ta i përgjigjet Allah. Dhe kush do që kërkon prej Allahut të lartësuar në këtë formë, Allahu i lartësuar do t'i jep. Është hadithi i atij personi të cilin e dëgjon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot Allahumma inni es'aluk bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa ant. O Allah, unë ty të lus, unë prej teje kërkoj se unë dëshmoj se ti je i vetëm që meriton më adhuru, se ti je Allahu i vetmi që meriton më adhuru, el ahad as-samad, je një i vetëm dhe je absolut, je as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, ai i cili as nuk ka lindë dhe as nuk është i lindur, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dhe asgjë nuk është i barabartë me të. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi bi yadihi, e pejgamberi nuk betohet për gjëra të zakonshme, thot, për atë në dorën e të cilit është shpirti jam. Laqad sa'ala Allah bi ismihi al-a'zam, e ka lut Allahun me emrin e tij më të madh. Alladhi idha du'iya bihi ajab, nëse lutet përmes këtij emri përgjigjet, wa idha su'ila bihi a'ta, edhe nëse i kërkohet përmes këtij emri i jepet. Kjo është ajo forma në të cilën ne kërkojmë ose kërkohet nga ne që ta lutim Allahun e lartësuar, veçanërisht tani që gjendemi në muajin e Ramazanit. Po ashtu një person transmeton që e kam pasur një person në një qoshe me një anë të xhamisë dhe në kohë të sefyrit, duke u lutur në këtë formë: Rabbi amartani fa ata'tuka. Zoti im, më ki urdhëruar dhe unë të jam bind ty, të jam nënshtruar ty, dhe unë gjendem në këtë sehër, në këtë sefër, faghfirli, falmi gjunahet. Thot kur e kom pa, i shkon Abdullah ibn Masudi. Abdullah ibn Masudi ka qenë duke e lutur Allahun e lartësuar në këtë formë me gjithë edukatën e lutjes, duke përmendur besimin në Zotin e tij, duke përmendur që unë ty të kam nënshtruar Allah, andaj përgjigj mu në këtë kohë në lutjen time. Pastaj Allahu i lartësuar në këtë ajet të cilën sapo përmendëm këtë lutje në surën Ali Imran, kur besimtarët kërkojnë falje, faghfir lana dhunubana, o Zot falna gjunahet. Këtu së pari fillimisht besimtari çfarë i bën me kërku falje. Ne shpesh kur thomi stakfirullah, e kemi si fjalë goje, madje me shumë thjeshtësi, me shumë ftofsi e thojmë, edhe nuk e përjetojmë sa duhet, qysh ish dashmi përjetu. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka qenë me gjunahet të falura, i mbrojtur nga gjunahet dhe nga lëshimet, dhe megjithatë ka thonë unë i kërkoj falje Allahut, kërkoj falje tek Allahu dhe pendohem tek ai më shumë se 100 herë në ditës. Dhe kush ka qenë këtë? Ka qenë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka kërku falje nga 100 herë brenda ditës. Domethënë, thot wallahi, pashallah, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra. Transmetim tjetër, më shumë se 70 herë.
Mirë, pse ne kur thojmë astaghfirullah wa atubu ilej, themi Allahumma ighfirli ose Rabbi ighfirli, ose kur themi Allahumma inni zalamtu nafsi, o Allah falem, unë i kam bozullum vetvetes, të gjithë ne jemi dëshmitar që shumë me ftësi e themi këtë fjalë. A përjetojmë na që me të vërtetë na jemi për një jemi zullumçar, për një jemi gjunaçar. Dietarët këtë çështje e kanë shpjeguar në këtë formë. Mas pari thojmë që ne këtë kohë nuk e kemi kuptuar si duhet gradën e rubrisë tonë ndaj Allahut të lartësuar. Se kemi kuptuar si duhet në shtrimin tonë ndaj Allahut të lartësuar, apo ndryshe që shnihet el-ubudiyya, që ti je rob dhe Allahun e ki për Zot, e ki për të adhuruar të vetëm të drejtë. Atëherë, dietarët kanë thonë, për mi kuptuar ti këta, duhesh me pas parasysh njerëz të tjerë. Nëse ti nuk mundesh mi dal hakësh prindërve të tu. Prindërve të tu, që fundit është një kohë e kufizuar ku ata të bëjnë hizmet ty ose jemi kujdes për ty. Ta zemi për shembull ndaj prindërve, ndaj nënës në veçanti, është ka hek gjatë shtatzanisë, ka eduku gjatë lindjes, mas lindjes, të ka ushqy, të ka lat, ka pastru, është të ka përcjell deri në shkollë, dhe kështu me radhë derisa ti e rrit dhe e pavarësu dhe e ke vazhdu jetën tënde. Dietarët thojnë, ndaj prindërve fëmia nuk mundet mi dal hakësh në asnjë formë, vetëm për shkak të kujdesit ose për dhimbjeve që i ka pas gjatë lindjes kur ty të ka lind, apo gjatë pagjumësisë, apo gjatë sakrificës që ty më të ushqy e më të eduku gjatë fëmirisë. Atëherë, haki i Allahut të lartësuar është shumë më i madh, madje as nuk krahasohet. Drejta e Allahut të lartësuar, sa na i kemi bërë Allahut të lartësuar, nuk krahasohet as pak. Domethënë, sikur na të ishim në gjendje të adhurimit perfekte, vazhdimisht duke e kujtu Allahun e lartësuar, në çdo frymëmarrje tonë duke e përmend Allahun e lartësuar, vazhdimisht me dhikr, me Kur'an, me namaz, me agjërim, me veprat që të cilat vetëm Allahu i lartësuar i don, duke ja kushtuar po ashtu veprat e zemrës, në mënyrë kulminante, prej shpresës, dashurisë, frikës, durimit, kënaqësisë, mbështetjes tek Allahu i lartësuar, sinqeritetit, të gjitha këto, dhe megjithatë nuk i dalim hakit Allahut të lartësuar, sa na kena bërë ndaj Allahut të lartësuar. Sa na kemi bërë ndaj Allahut të lartësuar. Atëherë, çfarë të themi ne me shkujdesjen tonë, me hutinë tonë, me namazin të cilën e falim, e mantikimi tjetër ka, agjërimin të cilën e zhlyjim me gjunahe, e zhlyjim me përgojim, e me mëkate, me shikime, e me dëgjime të gjërave të ndaluara. Mos flasim për gjunahet të cilat i bojim në raport me të tjerët, ndaj prindërve, ndaj vëllezërve, ndaj motrave, e mos flasim pastaj me ku jemi me veprat e zemrës. A ke realizuar sa duhet mbështetjen tek Allahu i lartësuar? A ke realizuar sa duhet dashurinë për Allahun e lartësuar? Pastaj frikën për Allahun e lartësuar, shpresën tek Allahu i lartësuar, e gjitha veprat tjera të zemrës që mbase nashta na vetëm si emra i dijim, e nuk i dijim as çush janë detajet. Mirë, deri që do e kena për afru. Apo ka shku Ebu Bekri dhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mi kuptu pse na kena nevojë vazhdimisht me kërku falje Allahut të lartësuar dhe pse Allahu i lartësuar ka përmendur në surën Al Imran në disa ajete që na kena nevojë me thonë Zotit falna gjunahet. I ka thonë Ebu Bekri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma mësoni lutje që ta lut Allahun e lartësuar. Ma mësoni lutje që ta lut Allahun e lartësuar. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kabira. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kabira. O Zoti, unë i kam bërë zullum vetvetes time, zullum të madh. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. E nuk i fal gjunahet askush tjetër përveç teje. Faghfir li maghfiratan min indik. Falem me një falje prej teje, prej bujarisë tënde. Jo që unë e meritoj, po prej teje le të jetë. Prej bujarisë tënde. Sa unë nuk meritoj kurrë. S'është asgjë prej meje. Warhamni, edhe me mëshira. Innaka antal ghafurur rahim, nga se ti je falesi, ti je mëshiruesi. Nëse Ebu Bekri, kush ka qenë Ebu Bekri? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar këtë lutje, a nuk kemi ne nevojë që ta përjetojmë kërkimin e faljes me një nivel pak më të lartë se sa vetë një fjalë goje me thonë astaghfirullah dhe me vazhdu jetën? A nuk kemi nevojë na kur themi astaghfirullah wa atubu ilay, mi kujtu disa gjunahe, disa lëshime në farze, disa lëshime në detyrime që i kena ndaj Allahut të lartësuar? Wallahi kemi nevojë. Ebu Bekri që kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ka dikush që do t'i thirret emri i tij të hyjë në xhenet nga të dyert e xhenetit, ka thonë po, për shpresoj se ti do të jesh. Ebu Bekri që e ka dhënë pasurinë disa herë krejt për Allahun e lartësuar, Ebu Bekri që
është khalifja i parë i drejtë. Ebu Bekri që është shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më i ngushtë, që ka bëu hijrëtin në ta dhe në fund i thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam këtij Ebu Bekri, këtij personi që thuaje këtë lutje, lutë Allahun e lartësuar me këtë lutje. Andaj ne kena vazhdimisht nevojë që ti kërkojmë falje Allahut të lartësuar, që Allahu i lartësuar na i fal gjunahet, na i mbulon ato, dhe mos na merr në llogari për to, dhe të na i harron ato, t'i fshin gjurmët e tyre dhe mos të na ftërproj dhe të na mbron prej gjurmëve që i lojnë gjunahet. Na mbron neve prej gjurmëve që i lojnë gjunahet, çdo të keqe, çdo humbje të bereqetit, çdo të lig, çdo fatkeqësi e kemi prej gjunaheve tona. E lutim Allahun e lartësuar me këtë lutje madhështore të cilën na ka mësuar Allahu i lartësuar, duke thënë Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. O Zoti jon, ne kemi dëgjuar një thirrës i cili na ka thirr drejt imanit. An aminu bi rabbikum fa amanna. Që të besojmë në Zotin ton dhe ne kemi besuar. Rabbana faghfir lana dhunubana. O Zoti jon, falna gjunahet tona. وكفر عنا سيئاتنا ذنبنا mos na tërpra prej gjunaheve tona وتوفنا مع الابرار dhe na bë që të vdesim me të devotshmit. aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.